Zoti Gruda, 1 minutë. Shkurt, kryetarën nuk e kam ndërmend me zgjat shumë, po do të them vetëm një fakt. Fakti që vetëvendosi ka zgjedhur se çështjet juridike ti mbroj përmes ministrit të financave, tregon mjaftueshëm sa seriozisht e keni marrë kushtetutën dhe ligjin. Me ju mund të bëni unë nuk mendoj as që e keni bërë punën si ekonomist mirë, po nejse. Edhe një herë po sqaroj për fundit herë. Nuk e kuptoj pse bën atë lexim. Do të thotë ose pse si e jurist. Ky nen paragrafi 5. Prit, të lexoj unë, prit pak. Kufizimet e përcaktuara në këtë nën vlen edhe për qeverinë në këtë nen. Kufizimet, o zotëri, kufizimet. Ndërkaq neni që të lejon me pru këtu, thot përjashtimisht. A kupton përjashtimin prej kufizimit? Paragrafi thot përjashtimet. Dëgjoni, mundi me që sa doni, njerëz janë tuna po. Regjia, veç pak, Zoti Gruda, edhe në rregull, edhe 30 sekonda Zotit Gruda do në bëjë përjashtimin e një. Kufizimi nënkupton pamundësinë me pru ligjin. Përjashtimi, thot ligji, mundet me pru qeveria që është në dorëheqje. Këto janë shumë qarta, mos mendoj që kam debat më shumë me juve. Fakti edhe njerë po them që keni zgjedhur të mbroni me një ekonomist për çështje juridike tregon shumë. Vjen keq. Faleminderit kryetar. Replika kërkuar zonja Haxhiu. Faleminderit i nderuar kryetar, kam vetëm një replik të shkurtër me zotin Gruda. Së pari, nuk është në rregull që nuk e lexon nenin deri në fund, paragrafin deri në fund, pra paragrafin 5 të nenit 31, sepse ky thot kështu: kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlejnë edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 28 paragrafi 1, nën paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati i qeverisë përfundon paragrafin 1.1 me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri detyrë që të dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashkë edhe sot, për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëj të qartë, buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve, dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, ish dashur mu përgjigj penalisht. Ne po, kemi mund ta bëjmë qeverinë, por ne nuk bëjmë pazare siç keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyruar mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, vetëm për mja u dhënë votën për qeverinë. Ne s'jemi si ju, prandaj ne s'vojmë ashtu. Shkojmë zgjedhje dhe pastaj qytetarët e Republikës së Kosovës ju japin dëshkimin që ju e meritoni. Kundër replik, Zoti Gruda. Me post një vend ministre drejtësisë 5 vjet, një person që se dallon kufizimet prej përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlen, kufizimet, nëse gjeni një jurist pavarur në këtë vend, që e thot këtë që po thot ish ministre e drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik. Jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykatë Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mbajeni mend pe me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Prej grupit multietnik, zonja Emilia Rexhepi.